kaluar në momente promocionale. Ajo është tepër e talentuar. Është një vajzë e re, e bukuroshe, që na vjen nga një cepjat dheut, sonte për të promovuar dhe kënduar këngën e saj. Për ju, për ne, për të gjithë, Elanda Halili. Hajde, Elanda. Si Elanda. Mirë. E ja, të minuar. Si Elanda? Mirë. Si a kalon? Shumë mirë. Në klasën e? Tretë. Klasën e tretë. Në Kuks? Po. Ata që janë shumë të vjetër se ty, e mbajnë mend, ka qenë një këngë e bukur, për mu ka qenë e bukur, po dikur, kur ne s'kemi ardhur dot në Shqipëri, edhe me këto gjëra s'do të shumë t'ju ngarkojmë, po historinë do t'u rrëfejmë. Ka qenë e Kuksi trio 40 vjeçare, po ishe ndritje, dhe unë e këndoj gjithmonë kur hyn kufi, nga dashuria për Shqipërinë mëm, edhe për Kuksin e bukur. Sa që bukur është. E rrethon liçeni, i bukur është Kuksi. Tani me rrugën e bukur shkojmë anë Tirana, në Prishtina, ku të duam, Edhe më thuj, kur ke fillu të këndosh? Unë kam filluar që 5 vjeqe. Që 5 vjeqe. Kush këndon për i familjes, apo je e para? Jam e para. E para, pse? Mami, babi s'këndojnë? Jo. Vetëm Agja. A vetëm Agja. Si quhet Agja? Menir Halili. Menir Halili, me që këndon. E babi s'e ka emrin, se... Izmir Halili. E mami? Gjevahira Halili. E pse po thu Gjevahirja nuk i këndon babit në vesh në njëherë në mbrëmje? Se ke bërë këtë, pa ke bërë, ajo? Apo se dja të gjë? Ty të zëgjumi, shtu në... Mirë, Elanda, ke këndu në shkolla, po? A ty ke fillu? Jo, kam filluar, më kanë marrë që 5 vjeqe në Kopësht, në Pallat të Kulturës, më kanë marrë vetë. Të lutëm. A qëfar këmë të shku këndu? Kam përfni këto, po. Ke realizun do një këngë, do një klip deri më sot? Po, unë sot do të këndoj këngën Gajde Gjiu nga Juliana Pasha. Gajde Gjiu nga Juliana Pasha. A do bësh si Juliana, një zoj mrekulloshëm, një këngëtare fantastike, që ka marrë pjesë edhe në Eurovision edhe, Po. Po kush janë idhujtu kështu në jetën e përditshme të muzikës? Emra? Mua faktikisht më pëlqen Elvana Gjata, sepse edhe më përshtaten këngët e saj, edhe më pëlqen nga muzika, sepse si këndon, si e... Do më thënë hip-hop R&B këtu, Edhe në një klip ku këndon ajo dhe ky babastarsi, Geti, ku thot ai Elvana Gjata që të pret si shpata me kom të gjata, veç një gjë kam konstatu në atë klip. Unë e kam lujtë si statist, mere me men, por 2 gjëra i kam konstatu. Elvana nuk i ka kom të gjata, edhe Naimi nuk është i gjatë. Mirë bukur. Sonte po këndojmë këtë këngë, po këtë këngë do ta këndosh me superpozim. Po. Po kjo e bukura, këtu do ta sprovojmë. E po më të lodhë se këngëtarët kur të flasin, kjo nga përvoja ime, mbaj mend për të ardhmen, sa të flasin më shumë, e dëmtojnë zërin. Nuk do të flasin shumë kur e ka ndërmend me fol. Me e këndu. A promovojmë? Elandën sonte? Si një nga këngëtarët që ka këndu në... Ti ke marrë pjesë në këtë gare në... Talent show. Nga më të mirat, nga ato 3 të para tje. Nishi, 2shi, 3shi, apo nishi, 2shi, 3shi janë një? Aty janë. A se di? E din ata të tjere që kanë versu. Rëndësi ka që të këndojmë, ta shijojmë skenën, e të këndojmë bukur si që këndon ti. Na kemi me t'i dhonë dorë trokitjet e botës. Kemi me a dhonë Elanda Halilit. Faleminderit. Në mënyrë që nesër ta shohim në krejt ekranet e botës si një ylli madh. Faleminderit. Elanda, skena për ty.
të lumë të dora, gajde gjio djaliri, sot të erdi ora. Bjeri gajde zgajde gji, bjeri jo të lumë të dora, gajde gjio djaliri, sot të erdi ora.